Sapo ka fillu javës që shkoi, kemi pak ditë që kemi filluar punë për sezonin e ri të gërmimit 2026 dhe në fakt surpriza ishte që dolëm në dyshemet në mozaik të bazilikës fazës parë, domethënë një feshin në fazës 2, të mirë njohura, por kemi kapur mozaikët e fazës parë të bazilikës. Përveç kësaj edhe element tjerë pasaj që po na ndihmojnë për historikun e objektit, kronologjinë e objektit. Cilët janë këto elementë ri që bëjnë edhe më interesante zbulimin e kësaj pjese të një bazilike tjetër? Kemi kuptuar që janë dy faza shumë të rëndësishme të bazilikës, të dyja me nivel të lartë edhe ndërtimi edhe niveli artistik, të dyja dëshmi pasaj që niveli i lartë në përgjithësi kulturor dhe ekonomik i qytetit ka vazhduar për një periudhë gjatë mes shekulljve 5 dhe 6. Në mozaik pash disa figura mjaft interesante. Mund të na i listoni disa prej tyre dhe çfarë tregojnë? Ka një skenë eukaristie që është zbuluar pjesërisht dhe ka një mbishkrim që është i rëndësishëm sepse janë dy dhurues të kishës, flasim për fazën e parë. Po ndodh ajo që po ndeshim këtu edhe mbishkrime në gjuhë latine, edhe mbishkrime në gjuhë greke, domethënë jemi në një zonë ku kulturalisht dhe në familjesore bashkë ekzistojnë të dyja, kjo komuniteti ishte i tillë. Kjo është e rëndësishme, niveli i tyre është i mirë dhe niveli i rujtjes të këtyre mozaikëve shumë i mirë, edhe për arsye në thjesht sepse duke u ndërtuar dyshemet të tjera sipër, janë mbrojtur shumë mirë. Ndërkohë gërmimet duket që do të vazhdojnë, nuk do të ndalen. Këtë muaj ne jemi këtu, ky është sezoni i vitit 2026 dhe sigurisht që do vazhdojmë presim shpresojmë me gjëra të tjera. Pjesa e bazilikës zbuluar gati 2 dekada më parë vazhdon të mbetet në konservim. Çfarë do të ndodhë? Ka një problem që ka lidhje me zgjerimin e gërmimit në të gjithë sipërfaqen e monumentit. Ka disa probleme kjo gjë, por që duhet synuar për të zgjeruar, duhet synuar për të mbyllur gërmimin në disa zona, disa punime konservimi janë bërë në monument, të tjera do të duhet të bëhen dhe do të duhet të parashikohet një mënyrë ekspozimi pasaj monumentet, dhe me kuptoj që interesi kryesor është pasaj për turizmin, edhe për të shtu një element për qytetin. Ka një kohë të saktë se kur do të bëhet ekspozimi i kësaj bazilike? Jo, këtë nuk mund ta them. Unë nuk mund të them as se sa mund të vazhdojnë gërmimet arkeologjike, përveç aspektit financimit, që është një gjë që ka rëndësinë e vet. Po ndeshjemi edhe me element të rinj, domethënë dhoma varrimi, faza të ndryshme të monumentet të tjera, të cilat të gjitha sjellin edhe artikulojnë punën, komplikojnë punën, zgjasin proceset. Domethënë është një gjë që kërkon një ndërhyrje të gjatë në gërmim. Ndërkohë mund të fillojnë disa punime konservimi mund të fillojnë dhe ngadalë duhet filluar të krijohet një vizion se si në çfarë mënyre do ekspozohet dhe si në çfarë mënyre do integrohet me këtë qendër në Elbasanit, domethënë mos jetë, po themi fjalë, do të thotë për shtat me një grop, por të diçka integruar me elementet e tjera urban këtu të qendrës, sheshin, parku, lulishte, ndërtesat e tjera për qark, gjithë kjo zonë që është e rëndësishme. Faleminderit. Edhe juve faleminderit. Atëherë surpriza e këtij sezoni arkeologjik në bazilikën e Parikësan në jashtëmurët e Elbasanit ishte zbulimi një mozaiku të fazës së parë, pra më i hershëm se ai fazës së dytë të zbuluar në monument. Dhe sigurisht përveç pjesës artizanale të saj që është një cilësi shumë të arrirë, kemi një skenë në zonën më të shenjtë të bazilikës, që është zona e apsidës, skenën e Eukaristisë. Kemi 2 pallonjë që pinë gjakurin e Krishtit në kantarosin, që është pjesa skena qendrore e mozaikut, si dhe 2 mbishkrime shumë interesante që tregojnë për dhuruesit, kush kanë qenë dhuruesit e këtij paneli mozaiku. Njëra nga dhurueset është Euridike, që është një diakonesh në atë kohë në komunitetin e Skampisit, pra shërben në klerin e kishës, dhe personi tjetër është Viktorinus, që nuk e përmend çfarë roli ka pasur në komunitet, po çertësisht tregon që ka pasur mjaftueshëm të ardhur për të dhuruar një gjë në kishën Parikësane të jashtëmurët të Skampisit. Po ashtu duhet përmendur fakti që mozaiku është një mozaik polikrom, pra shumë ngjyrosh, me tesra të mbi 4 mm, që i përkasin teknikës opus tessellatum, dhe po ashtu pjesa tjetër e panelit të zbuluar është zonën e sanktuarit, ku kemi një panel me luspat e peshkut, që po ashtu simbolizojnë Krishtin,
dhe një panel me gjethet e hedras që tregojnë që simbolizojnë pjesën e jetëgjatësisë të besimit dhe integrimin e besimit në shpirtin e njeriut në Komitetin Krishterimit të Hershëm në Elbasan. Po ashtu edhe skena e Eukaristisë simbolizon skenën e përjetësisë. Çdo simbol lidhet me shkrimet e shenjta që janë në Bibël. Pra simbolika dhe pjesa artizanale e pastrojnë këtë kishë tashmë më tej si në veprën artistike edhe në botën spirituale.